Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. 12.5 vjet në qeverisje, 75 ministra, 7 zëvendës kryeministra, 9 ministra të brendshëm, 7 ministra të jashtëm, 7 drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit. Këto janë shifrat që mund t'i përmbledhim gjithçka për majorancën socialiste në këto 12 vjet e gjysmë. Nga ana tjetër kemi një opozitë që ditën e shtunë realizoi protestën në, mund të themi, kombëtare, në fuqit në, sepse nuk është se ka një numër eksakt të protestave dhe besohet edhe në të ardhmen numri i tyre do rritet, do shtohet, sepse të paktën drejtuesit e Partisë Demokratike e kanë lajmëruar këtë gjë, por çfarë sollën këto zhvillime? Pra, çfarë sollën ndryshimet që bëri kryeministri Edi Rama në kabinetin e tij, ka bërë 7 ndryshime, gati 44% të gjithë kabinetit, dhe mbas tyre ai zëvendësoi, shkarkoi dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda, dhe në vend të tij është komanduar Sekol Bishga në pritje të emërimit të një drejtuesi të ri, dhe nga ana tjetër kemi opozitën e cila e quan këtë një krizë politike dhe kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama. Nga ana tjetër ne kemi edhe një deklaratë që dënon dhunën e protestës së Partisë Demokratike. Deklarata është bërë nga përfaqësuesit diplomatik të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe mbas tyre dhe përfaqësuesit diplomatik të ambasadës gjermane, të cilët dënojnë dhunën, edhe pse ata e quajnë protestën, tubimin, e quajnë një nga shtyllat e themelore të demokracisë, por ata dënojnë dhunën. Tani, për të analizuar të gjitha këto ngjarje që ndodhen në arkun e 2-3 ditëve, jo më shumë se 48 orë, 72 orë, unë kam në emisionin tim Dekalog, në një lidhje me video call, Ardit Radën, gazetare, analist dhe një mik i emisionit Dekalog. Ardit, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Shumë intensive fundjava në aspektin politik, edhe pse zyrtarisht po themi gjithë administrata si shtetërore dhe ajo private është pushim, por unë numërova ndryshimet në kabinetin qeveritar, protestën e Partisë Demokratike, shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë, deklaratën e Bashkimit Evropian të ambasadës gjermane dhe një seri deklaratash nga përfaqësues të opozitës, nga zoti Berisha dhe drejtues të tjerë deputet të Partisë Demokratike. Si e përshkruan Shqipërinë në këtë situatë që edhe pse nuk ka kaluar shumë nga zgjedhjet e 11 majit të vitit kaluar, pra nuk është bërë një vit akoma, duket si ka lëvizje tektonike në politikën shqiptare? Po, unë besoj se ngjarjet janë të ndara nga njëra tjetra, nuk besoj se ndryshimet në qeveri apo shkarkimi i drejtorit policisë janë diktuar nga frika e mazhorancës prej protestave të opozitës apo prej presionit të opozitës. Sigurisht që drejtori i policisë ishte viktim e akteve të opozitës, por jo e politikës saj, pra sulmit ndaj Vilës 31, ai ishte ajo që dogji në fundit Ilir Prodën dhe drejtorin e policisë Tiranës, për shkak sepse policia nuk ishte prezente gjatë sulmit të një objekti kulturor ku mbi të gjitha brenda saj ndodheshin artistë edhe aq më tepër të huaj që kanë ardhur në Tiranë. Ndërsa ndryshimet në qeveri gjithsesi nuk i shoh lidhur as pak me protestën dhe presionin e opozitës, sesa me atë luftën ose përplasjen që ka aktualisht mazhoranca edhe Edi Rama në veçanti, duke qenë se ka marrë atë flamurin e betejës në dorë, me drejtësinë edhe me spakun. Pra, në rastin e qeverisë ne kemi patur një ministre të bllokuar e cila nuk mund të merrte dot asnjë vendim, kemi patur një vendim gjykatës kushtetuese të paqartë dhe që nuk i jepte të drejtë në fund fare qeverisë apo nuk i jepte një përgjigje shtërruese, duke lënë fuqi pezullimin e zonjës Balluku. Në këto kushte Rama nuk mund të vazhdonte të mbante të bllokuar komplet qeverin edhe, si thua, rolin e zëvendës kryeministrit, po dhe ministrinë më të rëndësishme me të një ministre që nuk mund të ushtronte funksionin e saj.
ka një absurd shumë të madh, meqense jemi në rastin e Ballukut dhe gjykatës kushtetuese, ka një absurd shumë të madh në Shqipëri, meqense ju donit një panoram, por në raport me qeverisjen. Kemi një kryebashkiak prapa hekurave, por që është në detyrë dhe ka drejt firme dhe vule, pastaj kemi edhe një ministre të lirë, e cila nuk ka drejt as firmos dhe as dvulos, kështu që të gjitha këto janë rrjedhoj e ngërçit të drejtësisë edhe e frikës gjykatës kushtetuese për të shprehur qartë. Ardit, zoti Rama, në të gjitha situatat e tjera të disa personazheve të lartë të politik të brenda maxhorancës, ka pasur një shprehje, kush ka punë me drejtësinë të gjejë avokat. Është lapidare kjo në gjithë në gjithë, po themi, impenjimin e tij politik në pushtet. Me rastin Balluku, sipas jush, a bëri gabim Rama që nuk ndoqi të njëjtën linjë siç ndoqi edhe me politikanë të tjerë, duke pasur që nga Sajmir Tahiri, Ilir Beqa, që nga Lefter Koka, që nga Arben Ahmetaj, Erion Veliaj, por me zonjën Balluku ai bëri një rezistencë dhe madje bëri dhe betejë me drejtësinë? Dëgjoj, në rastin e zonjës Balluku ka patur një veçanti, nuk lidhet drejt për drejt me preferencën apo me ndonjë lidhje mistike të kryeministrit me ministren fjalë, sesa me akuzën e ngritur ndaj saj. Së pari, zonja Balluku nuk akuzohet për korrupsion, dhe kjo duhet theksuar. Së dyti, akuzohet për ndikim të palishëm, ndikim në tenderat publik dhe domethënë që lidhet kryesisht me shpërdorim në detyrës. Kjo është më rënda akoma se korrupsion. Jo detyrimisht tani, sepse nuk e kemi të qartë akuzën se ku ka ndikuar dhe për çfarë arsyesh ka ndikuar. Pastaj ne kemi një sër raportimesh në media se si është dhënë për shembull tuneli llogaras firmës turke në presionin e kujt dhe kush e ka kërkuar me domosdoshmëri. Tani në rastin e shpërdorimit Balluku. Unë po mbroj atë që shoh dhe kam pikpamjet e mia në këtë rast. Tani nëse Spaku po e mbroni. Nëse Spaku, po sigurisht sepse unë jam i paqartë. Nëse Spaku thotë që ka dëm ekonomik në tunelin e llogaras, që ka kushtuar 50 milion euro, dhe unë nuk kam shifrën se sa është ky dëm ekonomik dhe Spaku nuk ka bërë një ekspertizë, atëherë mua më lind dyshimi dhe them hetimi është i paplot. Kemi problemin e dytë, për shembull, që është marrë një mesazh, zonja Balluku ka rënë, si thua, viktime mesazheve telefonike të ish varësit saj që është arrestuar para 3 vitesh, të ish kreu të ARSH-s. Tani, ka një mesazh aty, ka një voice para mesazhit, dhe ka një mesazh ministres që i thot skualifikoj të gjithë. Tani ne nuk e kemi kontekstin, sepse ai mund t'i ketë thënë që këta nuk plotson asnjëri kriteret dhe ai ka thënë skualifikoj të gjithë, po ai mund t'i ka thënë këto që kanë shumë më të mirë se firma turke dhe ai ka thënë skualifikoj të gjithë. Pastaj kemi problemin e tretë, që të gjithë këto kompani që kanë marrë pjesë në këtë tender, si ka mundësi që 4 prej këtyre që kanë humbur nuk janë ankuar as tek Spaku, as tek prokurimet publike, as në gjykat, as në media, nuk janë ankuar këta, sepse se kanë patur një situatë të tillë, pra, ku nuk janë vlerësuar dhe është shkelur barazia në tender. Në këtë kuptim, unë besoj që Edi Rama ka të qartë këtë panoram, pra, ka të qartë rezultatin, ku çdojnë hetimet dhe që nuk e bindin atë vetë, po edhe pjesën tjetër të Partisë Socialiste. Është tjetër që lufta brenda partisë dhe dëshira që mund të kenë disa socialistë. Do të pyes për atë brenda partisë, po vetëm Edi Rama dhe ti Ardit, domethënë nuk e keni kuptuar, domethënë se çfarë akuze ka për zonjën Balluku, se gjithë e keni kuptuar. Pse kush është i qartë mbi këtë? Për shembull, është bërë dëmi ekonomik, sa është dëmi ekonomik në tunelin e llogaras? Ma thoni shifrën mua që ti jam unë i qartë. Dhe nga ana tjetër, a nuk ju bën përshtypje juve që 2-3 elementve që kanë dalë nga dosja janë veshur 200 akuza tjera nga emisione televizive, nga eksponent të Partisë Demokratike dhe shiten si raportet Spakut edhe si pjesë e dosjes hetimore? Për shembull, kur thot keni parë origjinën e akuzës ju kur thonë që ka 300 apartamente zonja Balluku? E dini origjinën e kësaj akuze? Kjo nuk është pyetje ime, nuk e bëra pyetje.
Po nuk e bëra unë të pyetje. Unë bëra pyetje që ka një standard që e krijoi veti zoti Rama dhe për këtë mori dhe mbështetje populore që për ka një standard mori mbështetje populore në rastet kur ka një shifër, pra ne nuk kemi një shifër. Në rastin e zotit Veliaj ka një shifër aty që flitet për shpenzimet e çogjës. Tani këtu nuk di kush është korrupsioni. Po them që te Samir Tahiri sa doli emri të marr avokat, sa doli Beqa të marr avokat, sa doli Koka të marr avokat. Tani me Zoj Balluku, unë po them një gjë komplet tjetër. Unë po them që ajo ka një çështje me drejtësinë. Ajo mund dalë e pafajshme, unë nuk e di këtë, se jam unë personi që e vendos të. Unë si jam militant. Unë jam një gazetar që them, Ardit, pse Rama ndryshoi qëndrim dhe një qëndrim moral, ai socialist që ka probleme me drejtësinë, gjej avokat. Është lapidare kjo thënie. Meqense që kam kaq i paqartë kur them që hetimi nuk është bindës për Edi Ramën, po ja u shpjegoj në formë tjetër. Mazhoranca është e lodhur nga lufta, nga përballja me SPAK-un dhe me GKK. Është dhe ndjehet tepër e dëmtuar dhe ndjehet tepër e pambrojtur në raport me organet e reja drejtësisë. SPAK-u vendosi një standard, ka vendosur një standard të tillë në vendin tonë, që SPAK-u është i vetmi që prodhon akuza kundër qeverisë, opozita është me syt nga SPAK-u dhe nga GKK-ja për të marrë informacion dhe pastaj për t'i keq përdorur në luftën politike, dhe në këto rrethana Rama e ka paralajmëruar dhe para zonjës Balluku që kjo reformë ose nene dhe ligjet veçanta të drejtësisë Shqipëri do të rigjykohen dhe do të shihen. Ka një raport alarmant nga Komisioni Evropian që thotë Shqipëria është e mbushur e mbi populluar në burgje dhe paraburgimi nuk është masë e cila mund të përdoret kundrejt çdo vepre dhe çdo dyshimi dhe çdo hetimi, dhe nga ana tjetër kemi SPAK-un që thotë duam ta marrim këtë zonjën pa bashkëshort me 2 fëmijë dhe ta fusim brenda në burg, se ne mendojmë dhe pastaj kismet kur gjejmë neve provat mund ta dënojmë ose mund dalje e pafajshme dhe të na rëndojë neve në xhep për dëmshpërblimet që mund të përfitojmë. Dhe këtë standard SPAK-u ka gabuar, sepse ju e dini shumë mirë që unë kam qenë ai që kam përshëndetur arrestimin e Ilir Metës, edhe formën e arrestimit, nëse doni t'ja u përsëris, që askush nuk kishte guxim ta thoshte, dhe askush nuk kishte guxim ta mbronte operacionin policor, dhe kur vjen puna, unë sot ndjehem jashtëzakonisht i keqardhur që një vit e gjysmë ish presidenti është atje dhe ne nuk dim as akuzën. Dele Shoqja thot korrupsionin e kam bërë unë, SPAK-u i thot jo, ne mendojmë se e ka bërë ky, e mbajnë atje, kërkojnë zgjatje hetimesh, e thorollasin nga gjyqi në gjyq, nga apeli në gjykat lart, nga gjykata lart në kushtetuese, nga kushtetuesja prap në GKK, e kështu me radhë. Pra, duhet të krijojmë dhe ne vetë një bindje dhe duhet kuptojmë më qartë se si duhet funksionojë drejtësia, domethënë fundit dhe kemi kryebashkiakun që i thonë është Nesi Angoni dhe si tregojnë akoma kallxusin, ati i lindet drejta të shkojë ta kallxoj denoncusin për kallxim të rrem dhe nuk e di kush është personi që ka bërë këtë kallxim ndaj tij. Kështu që unë besoj se SPAK-u dhe organet e tjera drejtësisë, duke qenë se kanë patur bekimin e SBA-s dhe BE-s, dhe duke qenë se kanë patur, si thuash, besueshmërinë publike tepër të lartë, se referuar sondazheve, pra del gjithmonë dalin institucionet me besueshmëri më të lartë para ambasadës amerikane për herë të parë, atëherë ata duke u nisur nga gjithë kjo mbrojtje duke u nisur nga përgjithshmëria e opinionit publik e tjerë, kanë arritur deri aty sa ta keq përdorin qoftë edhe jo për arsye politike, po për statistikë dhe për rezultatet punën e tyre. Tani, sigurisht që për këto kritikat që bën ndaj SPAK-ut është normale dhe janë kritikat, sepse nuk i bën vetëm Ardit Rada këto kritika. Por me këtë frazën Partia Socialiste ndjehet e pambrojtur, mu bë mishi kokra. Partia Socialiste ka kuptuar që nuk e kontrollon sistemin e drejtësisë. E ka kuptuar pse duhet ta kontrolloj? Për herë të parë, ne jemi të bindur, për herë të parë. Unë opinioni im ishte që ajo nuk e kontrollonte. Ti thua që duhet ta kontrolloj? Jo, të lutem. Sepse Partia Socialiste ndjehet e pambrojtur.
Me emocionove shumë e këtë Ardit. Mu bë mishi kokra. Ndihet e pambrojtur sepse për herë të parë ne shohim që Partia Socialiste dhe kryeministri Rama nuk ka fuqi mbi sistemin e drejtësisë, domethënë nëse deri në nëntor fuqi mbi sistemin e drejtësisë? Të lutem deri në nëntor në media është hedhur teza dhe në opinionin publik, ka qarkulluar teza se Ilir Beqen e ka futur Edi Rama në burg, Erion Velien e ka futur Edi Rama në burg se rrezikon të partin, atë tjetri e ka futur Edi Rama se teza politike ti e gazetar, ato janë teza politike si e futi Edi Rama Ilir Beqen. Ilir Metën e futi Edi Rama në burg se po u fuqizonte shumë edhe po lufton opozitën, Sali Berisha e çoi Edi Rama në rreth shtëpie sepse kishte frikë se po rrezonte Edi Ramën dhe sot ne jemi të bindur më shumë se kur që Edi Rama nuk ka ndikim dhe Partia Socialiste është zhveshur përballë sistemit të drejtësisë, sepse ja ku kemi një rast. Se tani e kuptove ti mbas 6 vjetësh? Sepse unë e kuptova me vendimin e gjykatës kushtetuese, pra se ne deri dje kemi diskutuar që gjykata kushtetuese e kontrollon Edi Rama, apo jo? Dhe një gjykatë kushtetuese ku element gjykatës kushtetuese antar gjykatës kushtetuese, cilët ne i njohim me emër mbi emër dhe janë socialistë të thekur, më socialist se ai 44% që i qeverisë që ndryshoi Edi Rama para 3 ditëve, shkojnë marrin një vendim kundër Edi Ramës dhe kundër zonjës Balluku. Do të thuaj që antar të Partisë Socialiste të thekur njerëz që janë promovuar nga Partia Socialiste në kundërshtim me ligjin kanë qenë KLP, KLD e gjitha me radhë, edhe kanë qenë në çdo ku ka patur Partia Socialiste mundësi si parti politike të bëjë emërime apo propozime, kanë vajtur dhe kanë votuar kundër zonjës Balluku. Pastaj arsyet pse kanë votuar kundër, hajde t'i gjejmë, a janë të bindur në votën e tyre apo kanë patur një presion më të madh se sa bindja e tyre në rastin konkret. Tani, për ta mbyllur këtë çështjen e SPAK, se kemi goxha gjëra të tjera, mund ta hapim sigurisht, po në këtë kontekst me që përmendet, Partia Socialiste është një luftë dhe Edi Rama është një luftë dhe një betejë me SPAK-un në këto momente. Ne kishim një parti demokratike që në mënyrë ekstreme zyrtarisht e ka quajtur SPAK-un bandë kriminale dhe drejtuesin e saj krye bandit, dhe kjo ishte jo e papranueshme, po kishte kaluar çdo kufi normal. Dhe tani kemi dhe Partinë Socialiste dhe zotin Rama, i cili është në luftë dhe në betejë të hapur me SPAK-un. Tani, mos vallë kemi një projekt që SPAK-u mos të vazhdoj dhe të përsërit mandatin e saj, sepse në një nga fjalimet e tij, zoti Rama tha që ne kemi ngritur SPAK-un të jetë i përkohshëm. Dëgjoj, unë kam një bindje personale që ndryshimet ligjore që pritet të bëjë mazhoranca nuk do ndalen vetëm te neni 242 i kodit procedurës penale. Besoj se kanë parashikuar apo në vijim do të propozojnë ndryshime tjera ligjore. Për gjithë ata që ndjekin, çfarë ka neni 242? Është çështja e masës pezullimit për zyrtarët e lartë, pra është ajo shtesa që mazhoranca do t'i bëj përveç avokatit popullit, presidentit ashtu do të shtoj dhe ministrat edhe zyrtarë tjerë në listë. Pra, në këtë kuptim unë besoj që nuk bëhet fjalë vetëm për një ligj, besoj se do ketë një operacion mbi sistemin e drejtësisë, nuk është sekret, po thjesht ka dashur pak vëmendje sepse ka qenë Ulsimania ai i cili e ka paralajmëruar i pari, dhe nëse ka një plan të përbashkët pastaj me Partinë Demokratike, unë besoj se mund të ketë një qasje të tillë dhe mund të ketë një bashkëpunim mes dy forcave, duke patur parasysh që Edi Ramës në vijim do t'i duhet ndryshime kushtetuese për projektin e tij si për parlamentin me 100 mandate dhe ndryshime tjera që ka paraqitur. Pra, mund të ketë një konsensus, mund të ketë një marrëveshje për ndryshuar ligjet e vendit në shkëmbim të dhënies konsensusit edhe për ndryshimet kushtetuese më pas. Pra, ligjet që do ndryshojnë në reformën e drejtësisë. Domethënë, më shkoqur, ti thua që Partia Socialiste me Partinë Demokratike mund të arrini një marrëveshje për të shkrirë SPAK. Jo për të shkrirë SPAK-un, për ndryshuar një sër ligjesh dhe nemesh, të cilat edhe mund ta shfuqizojnë SPAK-un. Edhe mund ta shfuqizojnë SPAK-un. Të mos vazhdojë SPAK-u funksionimin.
Jo, pra jo, sepse po mos funksionoj spaku funksionimin, do mbetemi pa prokurori fare. Jo, prokuroria është tjetër gjë, Ardit. Jo, po prokuroria është tjetër, por prokuroria për momentin për shembull merret me vepra të lehta penale, me çështje civile. Spaku është ai që lufton krimin organizuar, lufton dhe korrupsionin politik edhe unë delikuajnë çik, Ardit ta bëjmë çik kështu simplify. Tani më shkoqur unë nuk di të ta shpjegoj. Më të komplikuar nuk bën. Edhe një herë. Ti do që ta shkrin, unë them nuk kam për ta shkrirë, do të heqin kompetencat. Edhe një herë. Spaku është ndërtuar me një mandat të caktuar, pra prokurorët që janë aty kanë 9 vjet. Për 1 vit e gjysmë, diçka 2 vjet, i mbaron mandati. Mbaron mandati, po. Shumicës së prokurorëve. Pyetja thelbësore e rëndësishme është, majoranca do t'ja u shtoj mandatin, do t'ja u jap një mandat tjetër këtyre prokurorëve, apo ndërpritet mandati dhe merr fund spaku? Atëherë, unë besoj se majoranca dhe parlamenti, bashkë me Partinë Demokratike, gjithë bashkë, kush do jenë ato ditë në parlament, do t'ja zgjasin mandatin. Por kur të vi puna për t'i zgjatur mandatin, veprimtaria e spakut në atë moment do jetë shumë e kufizuar se sa sot. Pra, do t'ja heqin këto të drejtat e paraburgimit, do t'ja heqin të drejtat e marrjes e hetimeve mbi përgjimet telefonike, e marrjes së pajisjeve kompjuterike, nga një sër elementësh për cilët spaku është kritikuar dhe po kritikohet. Tani, po çfarë ngeli ta zgjidhin, sepse edhe para 35 viteve të fusnin burg kur flisje kundër asaj, me të drejtë pa i patur këto teknologjirat. Edhe kjo nuk ka kuptim që neve nga momenti në moment, ty, mua, tjetrit, mund ta bjeri dera në 4 mëngjesit kot për sport, edhe të na hyrë një 6 burra edhe 4 gram në shtëpi, edhe na hapin sirtarët. Në këtë kuptim kjo nuk është logjike, sepse GDN-ja për shembull e ka marrë përsipër si fakt pjesën, pra Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut, që përgjimet programe telefonike nuk mund merren si prova në hetim. Tani, vetëm spaku në Shqipëri e bën këtë gjën, që merr, zbërthej WhatsAppin, zbërthej atë, mundi nxjerrë nga konteksti, të fut brenda dhe pastaj kur sqarohet, ne pastaj duhet të kuptova. Ardit, nga spakisti më i madh i e bër anti-spakist. Unë nuk kam qenë ndonjëherë pro spakut në kuptimin e veprimit. Përkundrazi, unë kam qenë skeptik për sjelljen e tij mbi dosje më të rënda penale të politikanëve shqiptar, të cilat nuk i ka marrë fare për bazë dhe nuk i ka hetuar apo nuk po i jep drejtim. Por nga ana tjetër, unë kam kërkuar që spaku të mos preket, po, dhe kam besuar se është një investim i SBA-s dhe IBE-s, dhe besoj dhe kam besuar që Amerika është më e dhënë mbas pavarësisë edhe sovranitetit të Shqipërisë edhe demokracisë së Shqipërisë se sa politika shqiptare. Ky nuk është sekret. Por çovër spakun sot, nga dita që unë pas kam qenë i thekur deri më sot, që mban mbas burgjeve një 10 veta pa proces gjyqësor dhe pa vendim të formës prerë, mua më duket pak e çuditshme. Ardit, tani kalojmë te pjesa e ndryshimeve qeveritare. Okej, zoti Rama, nëse është e mundur regjia, e kemi polifoton e qeverisë edhe këto ndryshimet, të 7 ndryshimet, që është 44% ja kjo është full screen, të lutem. Nuk e di nëse Arditi e shikon. Po, e dallon. Atëherë, kemi 7 ndryshime. E para njerë, pse bëri Rama 7 ndryshime? Se një pritej, vetëm Zonja Balluku. Me këtë rast bëri një ndryshim të kabinetit, gati gjysmën e kabinetit, për të marrë opinionin publik, opozita dhe media me kabinetin e tij, apo çfarë ka ndodhur? Jo, është rëndësishme të kuptojmë pjesën që nëse shumica priste vetëm shkarkimin e zonjës Balluku, këto ndryshime janë bërë qëllimisht për të përcjellë një mesazh politik që zonja Balluku e gëzon ende mbështetjen e kryeministit Rama, duke mbajtur atë balancën pra brenda qeverisë, sepse në thelb shumica e emërimeve të rëndësishme janë njerëz pranë zonjës Balluku dhe janë ish vartës të saj. Duke nisur nga zëvendës kryeministria e re, duke vazhduar me ministrin Karakaçi edhe Nufi, dhe në këtë kuptim unë besoj se Rama ka dashur të japi mesazhin që ne po e lëshojmë Ballukun përpara drejtësisë,
por nuk po e përjashtojmë, si thua, peshën e saj politike brenda partisë. Nga ana tjetër ka pasur ju mendoni që ata ministrat me që janë, po themi, kanë qenë bashkëpunëtor të zonjës Balluku, ndikojnë te zoti Rama? Tani aty Rama është kryeminist, Rama është ministër tani. Jo, po këtu nuk bëhet fjalë për ndikuar te zoti Rama, po këtu bëhet fjalë së pari për të çuar përpara punët e dikasterit zonjës Balluku me frymën e saj dhe me porosit dhe me përkushtimin e saj, pra duke patur një vartës atje, ajo mund të ketë ende ndikim në vendimarrje, dhe ky nuk është ndonjë sekret. Ti po thua edhe e ikur, edhe e larguar zonjën Balluku ndikon. Së dyti, po patjetër, dhe së dyti janë vënë për të mbrojtur pikërisht njerëzit e zonjës Balluku në institucionet e varësisë. Tani, nëse do vej në Ministër Infrastrukture, po ta marrë si shembull, nëse do vej një armik tjetër brenda partisë, një armik i zonjës Balluku brenda partisë, puna parë që do kishe ti sot ditë Ka zonja Balluku armiq brenda partisë? Unë besoj se ka prodhuar xhelozira mjaftueshëm brenda Partisë Socialiste. Po lajmi i parë që do kishe ti sot ditën e hënë, nuk do isha unë emisionin tat, por do ishte shkarkimi i drejtorit të ARSH-s, shkarkimi i drejtorit të Alpetrolit, shkarkimi i drejtorit të Keshit, shkarkimi i drejtorit të OSSH-s. Drejtori i shkarkon kryeministri, nuk i shkarkon ministri. Nuk i shkarkon kryeministri, i shkarkon ministri, edhe ashtu siç ndodh që kur ndrohet ministri brendshëm, shkon një grup drejtorësh të rëndësishëm i shkarkon kryeministri, se nuk ka atje të shkarkoj ministri. Nuk i shkarkon kryeministri, se ky ka qenë debati i pezullimit Ballukut, që kishte mbetur shteti pa drejtor ARSH-je edhe pa drejtor Keshi për një kohë gjatë, sepse i hoqën drejtën e firmës. Tani, kjo nuk është ndonjë element që ndodh vetëm këtu, sepse ne dimë dhe sa herë ndrohet ministri i brendshëm, ndrohet edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, pavarësisht se drejtori i përgjithshëm i policisë shkarkohet nga kryeministri. Por është e drejta e ministrit thotë që unë me këtë njeri nuk punoj dot, me këtë zyrtar kam vështirësi dhe mirupafshim. Kështu që unë besoj se Rama ka qenë i qartë në mesazhin që ka dashur të përcjelli edhe brenda Partisë Socialiste, edhe përballë drejtësisë, edhe përballë opozitës. Nëse nuk do të ishte kështu, opozita do të kishte ndalur protesta, do ishte tepër e lumtur me shkarkimin e Ballukut, edhe do të ishte e bindur në fitoren e saj. Ardi, ti marrim me radhë, numri i ministrave që punon dhe ka punuar zoti Rama nga shtatori 2013 deri më sot 75 bashkë me diellën. Çfarë tregon kjo për ty? Dëgjoj, unë dua ta shoh jo si element destabiliteti brenda mazhorancës, se sa si një frymarrje që kërkon të japi Rama qeverisë sa herë që preket jo vetëm integriteti i qeverisë i tij si kryeministër, ose është në qendër të sulmeve, po edhe qoftë edhe një ministri të vetëm, ai zgjedh që të bëj lëvizje masive brenda qeverisë për të mos fajsuar një ministër të vetëm, apo për mos e njollosur atë para opinionit publik. Pra bën disa lëvizje duke kamufluar dhe lëvizjen kryesore brenda tyre. Nga ana tjetër, unë shoh pozitive lëvizjen, por nuk shoh pozitive emërimin e figurave që nuk kanë peshë politike dhe nuk i njohim. Por ka dy aspekte, domethënë, së pari e shoh pozitive sepse ne ishim mësuar me Berishën, që 8 vjet kryeministër Berisha, 8 vjet Topalli kryetare e kuvendit, 8 vjet Ridvan Bode ministër finance, 8 vjet Aldo Bumçi duke bredhur në 4 ministri, 8 vjet Basha, 8 vjet Oldashi e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër nuk e shoh nuk e kuptoj peshën politike tyre, por është me siguri është në kuadrin e asaj atij reformimit që Rama ka paralajmëruar prej kohësh, gjakun e ri në Partinë Socialiste, dhe në fundit ne kemi parë ministra në kabinetin e Ramës që janë zhdukur mbas mandatit tyre si ministër. Mos harroni, së fundmi për shembull kemi rastin e zonjës Elva Margariti, që nuk e di askush se ku është edhe nëse është më angazhuar në PS. Pastaj kemi dhe rastin e Gent Sakajt, kemi rastin e Besa Shahinit, eksperimenteve ndryshme që ka bërë Rama në qeveri, që prap nuk janë askund. Ti marrim me radhë, do kthehemi edhe te shifrat tjera, po ti marrim me radhë gjithë zëvendësimet. Zonja Balluku është larguar si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, dhe në vend të saj është Enea Karakaçi. Cili është komenti juaj? Po, paka shumë ajo që thash më parë, bëhet fjalë për ish shefin e kabinetit zonjës Balluku,
është një emërim që me siguri është propozuar nga vetë zonja Balluku tek kryeministri Rama. Fakti që ndryshimeve në qeveri kanë bjetuar ministri i financave për shembull, apo emërime tjera të propozuara më parë nga Balluku, do të thotë që Rama ka një besueshmëri tek emrat që ajo i jep. Nga ana tjetër, duhet të jemi të kujdesshëm për figurat e reja, sepse një pjesë e tyre mund të kenë qenë dhe pjesë e grupit negociator të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe Rama mund t'i njohë më mirë se sa ne, apo mund t'i di kontributet. Ne vetë jemi gazetar, bëjmë kërkimet tona për emrat veçantë, por informacioni për shumicën prej tyre është i kufizuar. Albana Koçiu zëvendëson Belinda Ballukun si zëvendës kryeministre. Çfarë do të thonë ka kjo që Albana Koçiu nga ministre e shëndetësisë, ministre e brendshme, tani zëvendës kryeministre. Dhe në këtë kontekst Ardit është zëvendës kryeministja e 7. Niko Peleshi, Ledina Mandia, Senida Mesi, Erion Braçi, Arbena Meta, Belinda Balluku, Albana Koçiu. Një zëvendës kryeministër rri 2.1 vjet në detyrë. Por dëgjoj, neve nuk mund t'i marrim tani pse rrin kaq pak apo pse rrin shumë, se kur rrin shumë fillojmë shqetësohemi. Kur rrin pak prap. Jo pra, e the vetë atë se Ridvan Bode 8 vjet e ti, po. Sigurisht. Okej, shumë po. Edhe kaq Rama i ka dhënë pesh rolit të zëvendës kryeministit të Shqipërisë, që ishte një rol pothuajse inekzistent. Unë mbaj mend për shembull Berishën, nga Berisha unë mbaj mend vetëm Gazmend Doketën si zëvendës kryeministit. Më ka qenë Liru Smajli që dha dorëheqje. Ashtu, kështu që domethënë, sepse ka sfumuar Berisha rolin e tyre dhe prandaj nuk është se mbahen mend për publikun. Ndërkohë Rama i ka dhënë një rol të veçantë zëvendës kryeministrit, i ka dhënë kompetenca, kuptimin, kompetencat që i takojnë për të firmosin vend të tij në shumicën e vendimeve, dhe nga ana tjetër edhe të përfaqësojë atë në parlament, edhe në takimet ndërkombëtare. Kështu që prandaj neve bëhemi merak dhe na bien sy këto lëvizje. Tash zonja Koçiu në atë rol është pikërisht në vazhdën e asaj që unë ju thash më parë, bëhet fjalë për një figurë që vjen nga bashkia anës, si zonja Manastirliu, si zonja Balluku, është një ministre që gëzon Rama një personalisht, ka punuar me të dhe gëzon respektin dhe ka arritur rezultate të larta të pak të Ministrinë e Shëndetësisë, sepse në Ministrinë e Brendshme ka qenë për pak muaj. Ka ngjallë nga ana tjetër, po ta shohësh, zonja Koçiu ka qenë tepër aktive në parlament kohët e fundit, në përballje kryesisht me Sali Berishën, po dhe me opozitën tërësi, sa i përkiste për shembull rolit të policisë, arrestimit të protestuesve, gjitha me radhë. Kështu që Rama ka vlerësuar dhe këtë angazhimin e saj në debatin parlamentar dhe politik. 5 muaj gjysmë Ardit as e ngrohu karrigen e ministres brendshme. Tani, nëse do që ta kritikojmë, unë ta kritikoj sepse unë di për shembull si qytetar që në 5 muaj hoqi vetëm monopatinat, i mori njerëzve motorët. Po unë po flas në aspektin politik. Ti kishe monopatin? Jo, unë nuk ngas motor, por kam parë që ka pak kënaqësi të mëdha në rrjetet sociale dhe ata që i kanë pasur. Por Rama i tha ti nuk do merresh me policinë, i tha ti do merresh me këto gjërat e tjera, i tha. Domethënë ajo e ka të shkruar, e ka detyrë ligjore të merret me çdo gjë. Jo, nuk është ky nuk ka thënë këtë mesazh kryeministri. Si nuk ka thënë që Rama, Ardit, lutem se unë jam serioz, ti e di. Kur ka marrë detyrën, tha Albana tha ti nuk do merresh me policinë fare, tha ti do merresh me gjendje civile dhe me këto gjëra të tjera. Si jo? Jo. Po e ke fjalimin aty? Nuk do merresh me policinë fare. Ne shohim fjalimin më vonë. Nuk i ka thënë fare që nuk do merresh me policinë. I ka thënë që duhet ta zhveshë Ministrinë e Brendshme nga imazhi i një ministrie që merret vetëm me policinë dhe që në krye duhet të ketë vetëm burra. Tani Ministria e Brendshme ka një sër funksionesh tjera, pra përveç policisë ka gjendje civile, ka pushtetin vendor. Ecim. Ardit, ecim se e kuptoj që ke bërë shumë socialist. Besfort Lamallari, emërohet ministri i Brendshëm, zvendëson Albana Koçiu. Nuk kompleksohem unë nga këto komentet, po unë ku ta gjej isha më shumë socialist, sepse ata që kanë nxjerrë ti atje në fotografi, as 80% e tyre janë socialist. Shumë e vërtetë, që edhe unë bashkoj me ty, po kam frikë se jemi të dy gabim. Besfort Lamallari emërohet ministri i Brendshëm duke zvendësuar Albana Koçiu.
Po, ka një lëvizje brenda kabinetit për të kamufluar, siç e tham, ato lëvizjet më të rëndësishme që ishin menduar. Zoti Lamallari ka gëzuar mbështetjen e Ramës si pjesë e grupit negociator. Fjalët për Lamallarin ai ka thënë para 5 muajsh, kështu që nuk di çfarë të shtoj më tepër. Të herë nuk erdhi si bombë Lamallarit, Jo, nuk u habit aq shumë, aq më tepër që do të mësua me këto, e mori veten me këto. Aq më tepër që e ka çuar te habitati i tij, sepse Lamallari vitet si zëvendësministër i brendshëm për një kohë shumë gjatë. Po, pikërisht, prandaj po them që ai e njeh mirë ministrinë e brendshme, kështu që është në rregull me lëvizjen. Toni Gogu, ministri i drejtësisë, zëvendëson Besfort Lamallarin. Po, zoti Gogu është një jurist, është një zyrtar tashmë i administratës socialiste me eksperiencë të gjatë, ka qenë që në vitin 2013 ka qenë pjesë e pandalshme e roleve drejtuese, ka qenë kryetari i Këshillit Bashkiak, ka qenë zëvendësministër drejtësie, ka qenë prefekt i qarkut Tiranë, kështu që ka qenë ministër pa portofol para se të bëjë ministër drejtësie. Jo, Erion Veliaj, tani nga bashkëpunëtori Erion Veliaj, në këto kapërcime tani si e parashikon? Unë nuk besoj se zoti Gogu apo ish bashkëpunëtor tjerë të Veliajt mund të bëjnë diçka më shumë në luftën që ka, në betejën që ka Veliaj me drejtësinë për momentin. Kështu që nga ana tjetër fakti pse Veliaj ka atë fatkeqësinë që ndodhet mbas hekurave nuk do të thotë që gjithë ta pasaj tikin të largohen nga politika edhe të presin çdo ndodh me Veliajn. Ai nga karrierën e tij personale, nuk do shqetësuese do ishte nëse do i kishte luftuar zoti Veliaj, apo nëse do kishte heshtur për zoti Veliaj. Përkundrazi, Toni Gogu ka qenë një nga zërat e pak që ka guxuar në media të marrë në mbrojtje rastin e Veliajt edhe të shprehet juridikisht për të shprehur kritikat e tij juridike që ka për sistemin e drejtësisë. Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, largohet Elisa Spiropali. Këtu kemi 2 lajme madhështore. E para ishte habitshme largimi i Elisa Spiropalit, sepse nga të vetëm në kabinet që krijoi dhe kishte një profil jo të ulët politik. Dhe në gjithë karrierën e saj ne kuptojmë që zonja Spiropali është ambicioze, nuk kalon lehtë në gjithë ato që ajo stacionet e karrierës së saj, dhe pse largoi Edi Rama? Para se të gjejmë arsyet e largimit të saj, duhet shohim si të thuash me kërë zëvendësuar. Në kuptimin që te zvendësimi kemi diçka tjetër, se unë do të kërkoja atë koment, po të parë flasim mirë për Elisën, sepse Ferit Hoxha mbas 34 vjetësh emërohet një diplomat në krye të Ministrisë së Jashtme. I fundit ishte Ilir Boçka me qeverinë e Vilson Ahmetit në vitin 1992. Ishte dhe Igli Hasani, të paktën i fushës së diplomacisë, por ki parasysh pra zonja Spiropali i zuri vendin një diplomati dhe u zëvendësua nga një diplomat. Tani arsyet e largimit unë besoj që së pari, unë kam thënë, besoj së pari ka të bëjë me rivalitetin brenda Partisë Socialiste. Edhe largimi i Spiropalit ishte një mesazh për socialistët, për të gjithë ata që kanë zhvilluar ndoshta një luftë pas shpine brenda kabinetit, apo një përgjigje qoftë edhe nëse këta janë në nivel thashë themi. Nga ana tjetër, si thuaç, ai distancimi i Ramës me Spiropalin u vure së pari kur kryeministri e kritikoi 5 muaj më parë, mos gaboj, në atë takimin e famshëm, dhe së dyti dhe së fundmi ishte. Roja i, po ai para një muaji e ka kritikuar. Roja tha dhe ministri gjëna tjetër. Po. Dhe së fundmi ishte vizita e Ramës në Washington. Domethënë, shkon një kryeministër, shkon në Washington dhe shoqërohet jo me ministrin e jashtëm, por merr me vete ministrin pa portofol të pushtetit vendor. Kupton? Domethënë, shkon dhe shoqërohet në SBA me Ervin Demon. Edhe ky ishte një mesazh, si të thuash, për Elisën edhe për kabinetin përgjithësi. Por reagimi i Elisës si ishte? Spiropali është një politikane
e integruar në Partinë Socialiste vet, sigurisht me pëlqimin e Ramës, por nuk ka ardhur as nga ato prurjet e G99-s, as nga ndonjë lobim i veçantë. Ka qenë preferencë e Ramës të angazhojë dhe t'i japi pushtet brenda Partisë Socialiste, i ka besuar shumë detyra edhe në organizimin e Partisë Socialiste, që tek rinia, tek diaspora edhe gjitha këto, por nga ana tjetër Rama nuk mund ta mbaj më, si thuaç, nuk mund t'i mbaj të tërë mbi shpinë gjithë kohës, është i lodhur nga kjo situatë. Sigurisht që Rama vetë besoj i pëlqen ato thashë themet apo intrigat apo ato që ndodhin brenda partisë, por që nuk i le asnjëherë pa dhënë mesazhe qoftë edhe përmes largimeve. Përveç Piro Palin i bën der, besoj unë, që e largon nga qeveria në këtë formë, duke zëvendësuar me Ferit Hoxhën, dhe së dyti duke e larguar fare nga kabineti, sepse pastaj do ishte pa sens që ish kryetaria e kuvendit edhe ish ministre e jashtme të përfundonte, për shembull, kot po them, ministre mjedisi, ose të bënte ministre e marrëdhënieve me biznesin, çfarë në ato ministrit e tjera atje që janë ministra pa ministri. Po Ferit Hoxha, si e vlerëson? Unë personalisht e njoh vetëm si një diplomat shumë jetë gjatë, një ambasador shumë jetë gjatë. Pra, që në kohën e Berishës, unë e mbaj mend që në OKB, domethënë në Kombet e Bashkuara, e gjitha këto, aq sa unë po dyshoja nëse ka pasaportë shqiptare, sepse ka kaluar gjithë jetën jashtë vendit. Kam kritikat e mia, por i kam rezerva për arsyen sepse nuk e kam saktë informacionin, ti mund ma konfirmosh madje më ashtu, nëse së fundmi për shembull një mik po më shkruante që është personi që ka hartuar ligjin e varrezave greke në kohën e Berishës. Ose është ai ka pasur një rol kryesor në gjitha të historia atëherë, por dhe madje Partia Socialiste ka bërë denuncim prokurorin e Tiranës atëherë për Ferit Hoxhën. Dhe së dyti është personi që ka hartuar apo ka ndikuar, mos gaboj, në marrëveshjen me Greqinë për detin. Partia Socialiste për këtë arsye e ka denoncuar prokurorin e Tiranës, po çështja nuk pati ndonjë pasojë për zotin Hoxha. Mirë, dakor, pra, po them që dy çështje të cilat Partia Socialiste ka luftuar shumë, siç është marrëveshja me detin, po edhe koha e varrezave të ushtarëve grek në vend, të dyja, po prap ne nuk na bën më përshtypje sepse tani ne u mësuam edhe me ish-gardistë të 21 janarit, edhe me nuk do na çudiste as ky rast. Ka thënë Pjetër Abnori, jeni specialista, ju socialistët, jo ti, po socialistët. Qartë. Ermal Nufi, detyrën e ministrit mbrojtjes dhe shkarkimi Piro Vëngut. Ç'a ishte kjo? Se e habitshme, atë thrasin ambasadë amerikane, merr vlerësime nga NATO. Mirë, Elisa Spiro Palis shkoi atje, po Piro Vëngu ka qenë korrekt. Vlerësimet edhe takimet nga ambasada amerikane nuk bëhen për individin, bëhen për vendin, bëhen për Shqipërinë. Ambasada amerikane nuk ka shprehur vlerësim për, besoj unë, nuk i ka dhënë dekorat zotit Vëngu, por i ka dhënë rolit Ministrisë Mbrojtjes si aleat NATO-s. Po, mund t'jeshe ministre të heqin vizën ata takojnë as të llogarisin Martit. Tani, për situatën ku ndodhet bota edhe për situatën ku ndodhet Shqipëria, nuk mund të shmangen aq kollaj disa gjëra, por unë besoj që ka patur më përpara sulme politike ndaj zotit Vëngu, ka patur akuza politike shumë, ka patur akuza shumë të rënda nga politika në lidhje me rolin e tij në portin e Durrësit si ish drejtor, gjithashtu edhe për pjesën, pra e ka nisur me banalitet opozita që tek pjesa e shërbimit ushtarak në Greqi dhe ka vazhduar me akuza për portin e Durrësit. Nuk e di nëse bëhet fjalë konkretisht për ndonjë hetim të mundshëm apo ndonjë dyshim serioz mbi zotin Vëngu dhe ai ka qenë pjesë e kësaj lëvizje. Po prap në thelb kemi të bëjmë me një ish-bartës zonjës Balluku që zëvendësohet prap me një ish-bartës së saj. Eriona Ismaili
Jo, Ermal Nufi, keni njoj, keni den si ministri mbrojtjes, se nuk është se është një profil politik? Unë personalisht nuk kam njohuri, nuk e di. Di që ka qenë zyrtar i lartë, di që në rastin e Karakaçit ashtu dhe të Nufit është paraqitur në media që janë personazhe me rezultate të larta, me performancë të mirë, me shkollim të lartë e të gjitha me radhë, por unë personalisht nuk e njoh. Eriona Ismaili, ministri i marrëdhënieve me parlamentin. Nuk e njoh fare, nuk e kam iden, nuk mund të komentoj fare një njeri, besoj se është nga ato prurjet e reja që Rama mendon në Partinë Socialiste, të paktën këta kanë një të mirë në fund të ditës që hynë Partinë Socialiste me pozicione periferike dhe pastaj e gjen veten në listat sigurta deputetësh edhe mbeten aty pastaj për një kohë gjatë, kështu që Ardit, tani, dje do ta përzjedhim me këtë, e para njerë kemi dy çështje brenda një çështje. Ministria e Brendshme, Ardit, dua të analizojmë pak më zgjeruar. Kemi nga viti 2013 9 ministra të brendshëm. Sajmir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandër Lleshi, Bledi Çuçi, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu, Besfort Lamallari. Dhe kemi edhe 7 drejtorët përgjithshëm të policisë. Hysni Burgaj, Artan Didi, Akit Çako, Ardi Veliu, Gledis Nano, Muhamet Rumullaku, Sokol Bishga kështu i komanduar dhe Ilir Proda, pra kemi 7 të emëruar dhe 2, se Sokol Bishga është përsëri i komanduar, dhe 2 të komanduar, që do të thotë që me pak gjasa, shumë pak ditë, ne do kemi dhe emrin e 8, pra 8 drejtorët përgjithshëm të policisë dhe 9 ministrat brendshëm vetëm në 12 vite e gjysmë. 12 vite e gjysmë, jo 13, jo 12 vite e gjysmë, që do të thotë pak a shumë i bie në një vit e pak, një vit e 4 muaj, një person qëndron ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Madje duhet ta shtojmë Ardit që si ka mundësi brenda kësaj pyetje që një drejtor policie nuk mbaron mandatin, 3 vjeçar s'e ka mbaruar asnjëri. E qartë. Dëgjoj, unë nuk e di, unë di që Shqipëria ka një dramë me ministrat e brendshëm që 1912-ën. Mund të jetë ministria që ka ndruar më tepër ministra nga çdo ministri tjetër dhe është pa, besoj ju si mbledhës i statistikave dhe i fakteve dini më mirë këtë. Di që është një ministri që i kanë ngrënë ministrat e vet, pra gjithë ministrat e vet, shumicën e tyre i ka patur viktima pastaj të punës së saj. Dhe nga këto që ne numërojmë në 13 vitet e qeverisë socialiste, po ta shohim një numër, disa emra të konsiderueshëm nuk janë më në politikë apo pjesë e qeverisë apo e politikës, si zoti Tahiri, si zoti Sandër Lleshaj, edhe nëse harroj dikë nuk e di. Besoj që është një ministri delikate, besoj që është një ministri ku ti nuk mund të shkosh me asnjë lloj vizioni për të bërë diçka ndryshe nga ministritë e tjera. Është një ministri që e ka të lidhur punën me sigurinë, me rendin publik, me sigurinë, po edhe me krimin organizuar. Mendoj që ndoshta një pjesë e ministrave e gjen veten të paaftë ta luftojnë krimin organizuar në ato nivele. 68 ministra të brendshëm në historinë e shtetit shqiptar. Pikërisht. Po, dhe do jetë shumë interesante nëse nxjerrim një statistikë dhe shohim sa janë dënuar me vdekje, sa kanë vrarë veten, edhe sa janë dënuar me burg. Kam bërë një studim, e kam botuar para disa vitesh për këtë dhe është numër shumë i madh dhe të mendojmë për gjithë ata që na ndjekin Ardit që në këtë 68 numër të ministrave, Kadria Zbiu qëndroi 30 vjet ministri i brendshëm, po të heqim atë imagjino si del, duhet gjysmën e viteve e ka marrë Kadria Zbiu. Po, domethënë është Kadria Zbiu dhe pastaj mos gaboj Sajmir Tahiri pati një thyrje rekordi me 4 vite. Mbas vitit 1990, kozgjatja më e madhe ndaj tyre është Sajmir Tahirit
3 vjet e 8 muaj diçka e tillë, jo 4 vjet fiks, po diçka e tillë. Kështu që fakti që këta ndryshojnë ose shohin veten pa afër për të luftuar me krimin organizuar, mbase kur shkojnë atje në detyrë përballen me disa element botës krimit që janë me ndikim të fuqishëm apo janë shumë lart apo e shohin, si të thuash, edhe punën e policisë lidhur me ta, sepse kryesisht këta kanë qenë viktima të rasteve të dekonspirimit të operacioneve apo të mungesës rezultateve për emrat veçantë të botës krimit. Nuk besoj se por është vetë lloji ministrisë në thelb që nuk t'jep ty asnjë lloj vizioni. Pra Ministria e Brendshme sot vitin 2026 nuk e çaj bën ndryshe nga Ministria e Brendshme e vitit 1946. Ke po prap ato detyra organike, ke po prap punë ke të bësh me policinë, ke të bësh me arrestime, ke të bësh me kundërpërgjigje dhe do jesh gjithmonë do shihesh si një aparat të reprezalje dhe ushtrimi dhune kërshi opozitës. Jo, largimi i Ilir Prodës, të jemi konkret, ishte pse nuk mbrojti vilën e Enver Hoxhës. Do të thënë, jo kaq, por jetën e disa tuajve aty. Tani, a quhet me faj, a është përgjegjës drejtori i përgjithshëm i policisë për këtë? Unë kam një qasje. Kemi një problem të vogël në këtë moment, mund ta një problem teknik që ndoshta për pak sekonda mund të rregullojmë. Po, presim pak momente. Është një problem. Jemi duke folur gjithnjë me Ardit Radën për ndryshimet e kabinetit qeveritar, për protestën e opozitës dhe për zhvillimet tjera politike në vend. Ardit Rada ka bërë një analizë të detajuar për gjithë ndryshimet që ka bërë zoti Rama në kabinetin e tij. Janë 7 ndryshime. Madje kësaj shtohet edhe largimi i drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, madje edhe të drejtorit të policisë së Tiranës. Edhe zoti Rada është duke bërë një analizë të detajuar të kësaj situate, të kësaj situate politike dhe ndryshimeve që zoti Rama ka bërë në kabinet, por edhe për atë që quhet qëndrimi i opozitës për zhvillimet politike dhe për ndryshimet e kabinetit zoti Rama. Nuk e di nëse kemi përsëri, po, presim vetëm pak momente, pra po thosha që Ardit Rada ka bërë një analizë, ajo deklarata më forte e tij është që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mund të bëjnë një marrëveshje për të ndryshuar ligjin për SPAK-un, për të ndryshuar disa elementë që tregojnë mënyrën e funksionimit të tij. Tjetër, zoti Rada ka bërë një deklaratë tjetër shumë të fortë për zonjën Spiro Pali, që ajo është viktimë e një lufte të brendshme mbas krave, mbas shpinën që ka bërë në Partinë Socialiste, dhe për këtë për zotin Rama kjo është e papranueshme. Dhe kjo u duk në vizitën e tij në Washington, që ai nuk u shoqërua nga ministrja e jashtme, zonja Spiro Pali, por nga ministri i pushtetit vendor, zoti Ervin Demo. Ardit Rada, gazetari dhe analisti Ardit Rada, më pas ka bërë një skaner të gjithë ministrave të ndërruar dhe të shkarkuar dhe të emëruar rishtas nga kryeministri Edi Rama. Vlen për të përmendur, zoti Rada tha që me këto ndryshime tregoi që zoti Rama i jep besim përsëri zonjës Balluku, edhe pse ai e shkarkoi, sepse një pjesë e atyre që janë emëruar në detyrë kanë qenë bashkëpunëtor të ngushtë të afërt të zonjës Balluku, fjala vjen edhe Albana Koçiun, ai e cilëson të tillë, por edhe të tjerë si Ermal Nufin, që është emëruar ministër i mbrojtjes, Enea Karakacin si ministër i infrastrukturës. Po, Ardit, jemi përsëri? Po, patjetër. Po, fillojmë aty. Fillojmë. Po, ishim tek zoti Proda, pra. Edhe një herë ju lutem. Po, ishim tek zoti Proda. Unë mendoj që unë kam një qasje ndryshe nga policinë e shtetit. Unë besoj se policia e shtetit është kompleksuar jashtëzakonisht shumë nga politika. Ka qenë pambrojtur absolutisht nga Partia Socialiste,
kryesisht fillimet e qeverisë së saj, ka qenë anatemuar dhe sulmuar vazhdimisht nga Partia Socialiste dhe ka qenë, si të thuash, e pambrojtur para sulmeve dhe prandaj ka munguar dhe reagimi. Keni parasysh rastin kur një polic vrau një qytetar dhe u kthye në sebeb për protesta, që në atë moment këta e zhveshën policinë e shtetit nga e drejta e ushtrimit detyrës saj në terren, edhe e kompleksuan deri në atë formë sa që polici sot nuk është më i gatshëm të përballet, nuk ka më dëshirë dhe nuk ka më mbrojtje nëse përballet me dhunën. Së dyti kemi rastin e asaj policës cilës ju prek gishti nga shpërthimi i fishekzjarit dhe pam që as u dënua askush, as nuk u ndëshkua askush, as nuk mbajti përgjegjësi politike askush. Kemi rastin ku arrestohen protestues, u kapen bomba me benzinë në xhep dhe gjykata i nxjerr për 24 orë përjashta me detyrim paraqitje. Kështu që në këto kushte policia është e trembur të reagojë, sepse në Shqipëri mungon ajo kultura që e ka e gjithë bota, që së pari policia është i vetmi organ që me ligj ja garanton ligji ushtrim në dhunës, së dyti është i vetmi organ që ka drejt mbaj armë edhe shkopinj me vete, dhe së treti policia nuk është mësues, nuk është shkollë, është dajak. Kur shkon puna dërge polici pastaj, nuk ka më atje me policin, jo po më cito nenin, jo po më cito ligjin. Kështu që këtë pjesë nuk e kam kuptuar. Ardit, policia nuk është dajak tani, mos e bëj policin dajak. Jo, kështu është në gjithë botën, shkojmë ku të duash ti, se s'po të them Amerikën që të vrasin, po i ktheve fjalën, po edhe në Europë. Shkojmë ku të duash, i kenë majt kalit me shkopin. Jo, në Amerikë është po e preke, jo po i ktheve fjalën, me fjalën nuk... I kenë majt kalit mes Europës me shkop 2 metra në dorë. Tani, pjesa e zotit Proda është që fatkeqësia është jo vetëm se u godit godina, por... Berisha tha sot që Proda është karkuar sepse nuk mbrojti vilën e Enverit. Po pikërisht, kjo është arsyeja. Po të ishte vila bosh dhe po mos ishte vila me 12 turistë, me 12 artistë huaj brenda, do kishte shpëtuar dhe Proda, sepse ashtu siç sulmuan kryeministrinë, do kishin sulmuar dhe muret e një godine tjetër. Nuk ka të bëjë me objektin se është i shtëpia Enver Hoxhës. Tani unë ditë them këtë që Berisha tani ka problemet e veta në deklaratat që bën. Besoj që Berisha është kaktari kryesor që pi largon njerëzit, jo vilën e Enverit të sulmoj, po edhe shtëpinë e Edi Ramës dhe çfarë doj, sepse po shfaq shenja skizofrenie në deklaratat e veta. Domethënë skizofrenie thellë dhe e frikshme dhe alarmante që duhet alarmojë. Vetëm një gjë vogël, Ardit, të lutem, që do merremi me opozitën për ta mbyllur këtë të qeverisë. Dhe shifra tjetër e qeverisë është 4 ministra të arrestuar dhe 1 kërkim. Samir Tahiri, Lefter Koka, Ilir Beqa, Erion Veliaj, Arben Ometa në kërkim. Pra 5. Komenti juaj, se tham kaq ministra këtu e kaq ministra të ikur, të larguar, të emëruar. Tani 4 ministra të arrestuar, se edhe Erion Veliaj ka qenë ministri fushëve të çështjeve sociale, dhe 1 kërkim. 5. Ky 5 nuk quhet se ky është aleati i Partisë Demokratike, kështu që nuk e konsiderojmë dot. Ai ka qenë ministri juaj o Ardit edhe zëvendës kryeministri tani. Ai ka qenë ministri jon, jo juaj, ka qenë edhe joti, kështu që mos juaj, por po ta shohësh. Jo, ta thash juaj se si socialist e the, s'është me yni. Jo, dakor. Dakor, se nuk e kam problem të pjesë. E di, po unë prandaj ta them se ke problem. Tani halli është ky, që nëse ne s'do kishim këtë bilans, nuk do kishim këto ministra të arrestuar, ne do hidhnim prap ato dyshimet tona mbi formën e qeverisjes, sepse përgjigjen tani për këtë ta kanë thënë Rama që në 2013-ën, ka thonë ne nuk jemi si ata. Tani ai nuk është si ata, taksirat të mbajnë dhe burgun edhe kostot edhe të gjitha me radhë. Qytetarët, ka një pjesë qytetarëve besoj unë që e vlerësojnë dhe thonë bravo i qoftë që ky nuk është si ata dhe nuk i mbron njerëzit përballë ligjit, ka mund të ketë një pjesë zhgënjur të vetë socialistëve që thotë që nuk është sjellje e dur kjo, edhe nuk mund të lëshohet njeriu kështu para drejtësisë. Edhe një gjë tjetër brenda kësaj, te drejtorët e policisë e kam shumë merak. Zoti Berisha e ka masakruar së Kolbishkën, besoj e di historinë e tij. Po e di historinë. Ai doja një koment se
Do thënë, nuk është puna se Sokol Bishga ka nevojë ta mbroj unë, më. Ka del në pension tani, e diti që del në pension tani? Po, ma mërmendja. Sepse është emër shumë i vjetër në policinë. Ai sulmi që i bën Berisha e përdhos fare figurën e tij, e gropos. Që pse mbeti gjallë në një sulm nga bandat në Sarandë në 97-ën, që e kishte dërguar ka qenë me urdhë të Berishës aty, e diti këtë? Po. Dhe tjetra 8 vjet kryeministër do ta kishte shkarkuar 20 herë Sokol Bishkën, po ishte në nivele të larta. Tani çfarë ndodhi? Pse sulmon Berisha? Berisha është drejtori komanduar tani. Berisha luan all in, pra kush i del para nuk e kursen edhe e vjen qendër të sulmeve. Nga ana tjetër, është i bindur që nuk ka një kundërpërgjigje prej atyre pikërisht prej kësaj që ju thatë, pra sepse 8 vite qeverisjen e tij e ka mbajtur në detyrë edhe e ka promovuar në poste të larta. Unë besoj që Berisha guxon deri atje sa që të ka për borx për flas edhe një ministrin më të panjohur ose deputetin më të panjohur. Por ka një gjë që reflekton rrugës, mëson për lidhjet e politikanëve ose të policëve ose të njerëzve ndryshëm, mëson për lidhjet që kanë pasur Partinë Demokratike, mëson për këto dhe pastaj reflekton dhe nuk i vëmë në qendërsuar. Për shembull, Zoti Bishga ai do ta sulmoj për protestën e radhës kur të shkojnë prapë të rrihen me policinë atje, por pastaj nuk do merret më. Ju po ta mbani mend Berishën në 2025-ën, kishte një listë me 4-5 emra që thoshte i ka financuar krimi me djem dhe vajza të reja, sot nuk e ka më atë listën, e ka harruar, nuk i përmend më si të zgjedhur nga bota e krimit. Qartë. Tani vim te opozita. Ardit, këtu është kështu, ti ngresh Ardit Radës, ti ngresh topin. Çfarë po ndodh në opozitë? Nuk kam çfarë i komentoj më tepër opozitës, unë se ato që i kam thënë. Nuk kam vënë re një sjellje shumë të çuditshme të Berishës në protestat e fundit. Cila? Kam vënë re që për mendimin tim ai ka nevojë për një kontroll urgjent, nuk e di kush mund t'ia bëj kontrollin, a me vullnetin e tij, a mund t'ia bëj me dhunë. Por të dalësh mbas protestave, si kontroll me dhunë? Po të marr kontroll shëndetësor, nuk e di si të ta shpjegoj. Mua më bën shumë përshtypje deklaratat që Berisha bën mbas protestave. Më skandalizojnë, më trombin njerëz zakonisht shumë. Mos harrojmë që po të marr 3 protestat e fundit nga 5, protestën e tretë tha nuk hedhim ne molotov, thash, policia ajo që na hedh molotov neve dhe djeg protestuesit. Në protestën e katërt tha u qelluan me snajper në ball 4 protestues, mund të ishte Çar Kafka, dhe Rama kishte bërë në plan të na vriste 4 prej nesh. Në protestën e fundit fare, në këtë të Vilës, tha neve tha na gënjyen agent infiltruar të policisë dhe na than atje banon Edi Rama, prandaj vajte me dogjen Vilën. Tani, nëse ty të duket se kemi të bëjmë me një njeri normal menderisht, pra edhe qëllimisht nuk bëhen këto veprime. Edhe qëllimisht nuk bëhen këto deklarata dhe nuk tregohet një realitet paralel nga ai që shohin 8 miliard njerëz tjerë në botë. Unë besoj se është fatkeqësia më e madhe e Partisë Demokratike, Berisha dhe lidershipi kryesor, njerëz të tij të besuar. Besoj që nuk ka asnjë shpresë si Partia Demokratike të ndryshojë as me Berishën, as me largimin e Berishës, qoftë me dëshirë, qoftë prej Zotit, sepse Berisha ka fuqizuar dhe ka lejuar që në parti të ndikojnë edhe familjarët e tij, të mbajnë kontrollin e partisë, mbajnë kontrollin e grupit parlamentar, mbajnë kontrollin e kryesisë, dhe në këtë kuptim unë besoj se zgjidhja më e mirë e opozitës do të ishte largimi i njerëzve nga Partia Demokratike, jo largimi i leadershipit të PD-s. Në prill zhvillohen zgjedhjet në Partinë Demokratike për kryetarin e saj. Për ty do ketë një surprizë, do ketë emra që do kandidojnë, do ketë emra që do t'i thonë zotit Berisha? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do të ketë emra që do të kandidojnë, sepse do të kërkojë Berisha, apo do të sigurisht formalisht për të dhënë idenë që ka një demokraci brenda partisë. Ne kemi parë këto raste që kandidojnë edhe njerëz pro Berishës për të thënë
se ja nuk është, domethënë ka njerëz të rëndësishëm brenda partisë që kanë ambicie, mbaj mend zotin Biberaj për shembull, apo janë disa elementë kështu që dalin krejt papritur, por sigurisht që nuk do të ketë kandidat serioz, sepse ata e dinë më mirë se kushdo se si funksionon zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Është një humbje e kohës. Dhe kështu funksionon edhe Partia Socialiste, po të paktën Partia Socialiste nuk ka garë, thotë që nuk kemi, thotë për aq kohë se jemi në qeveri. Ndërsa këta që përpiqen të bëjnë garë, që përpiqen të bëjnë primare, që përpiqen të bëjnë të tregojnë këto elementet e demokracisë brendshme, këta e kthejnë në farsë dhe e kthejnë qesharake gjithë procesin. Shkuarja e disa eurodeputetëve dhe përfaqësuesve të partive popullore evropiane ardit në Partinë Demokratike dhe takimi edhe me zotin Berisha dhe deputetëve tjerë, si e vlerësoni? Është një afrim që po i bën perëndimi Partisë Demokratike nga ajo e famshmja Dohani Bar dhe deri tani me nongratën e Berishës, po thuaj se Partia Demokratike s'ka pas kontakte fare me diplomatët evropianë. Dëgjoj, vajtja e antarëve të Partive Popullore Europiane është detyrë e atyre partive që të shkojnë të takohen me Partinë Demokratike si parti si motër edhe antare e PPS. Së dyti, mua nuk më bë përshtypje, për arsye sepse kam parasysh kohën kur Berisha ishte në rreth shtëpie, edhe pati vizita edhe nga antarët PPS apo ish eurodeputet të rëndësishëm me emër, kështu që besoj se ato nuk kanë një ndalesë, sepse kur shkojnë atje nuk shkojnë emër të Parlamentit Evropian, por shkojnë në emër të partive të djathta të Europës. Së dyti, edhe nëse shkojnë emër të Parlamentit Evropian, nuk kanë çfarë diskutojnë me Partinë Demokratike, përveç ndonjë këshille që mund t'i japin, por ato e dinë qëndrimin e Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike me Berishën krye, që tashmë i ka marrë pozicionin Albana Vokshit, shkojnë atje në Bruksel ose Strasburg ku mblidhen edhe ligjërojnë atje kundër Shqipërisë, duke paraqitur si narkoshtet, si vend i krimit, nyje kryesore trafikut kokainës, një kryeministër diktator, narkotrafikante, gjitha me radhë, kështu që ato e dinë qëndrimin e Partisë Demokratike, nuk shkojnë për ndonjë kuriozitet për të marrë vesh se çfarë mendojnë Berisha dhe PD-ja në Shqipëri. Pastaj mund të jetë edhe rezultati i lobingjeve, nuk ka asgjë të keqe, pra është kërkuar që ne jemi para kësaj situate ku gjithë na thonë pse s'vjen njeri tek ju, të paktën hajdeni ju edhe, kështu që mund ta kenë bërë edhe në këtë formë. Kaq banale është politika në Shqipëri. Ne mendojmë sikur mendojnë gjithë natën edhe mbajnë shënime, po kaq është. Ardit, ka dhe paralelisht me këtë, zoti Rama e rregulloi marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës me atë prezencë në bordin e paqes dhe për hir të vërtetës duhet t'i japësh Ramës atë që meriton kur ai e ka, dhe fjalimi i tij ishte me të vërtetë një jo thjesht një fjalim patriotik, por edhe një benefit politik i tij në aspektin personal, por më rëndësishme ishte një mbështetje dhe një gjetje fantastike e tij për ish drejtuesit e UÇK-s. Po ajo që më habiti ishte jo vendosja e Ramës midis Bashkimit Evropian dhe SBA-s, Ardit, por lufta e Ramës edhe me Gjermaninë, parësisht se tha dhe një kolegu ynë i importuar që tha që Gjermania është një vend i korruptuar dhe s'na tregon neve këto standardet e korrupsionit. Çfarë po ndodh edhe me Gjermaninë, zoti Rama? Jo, Gjermania është një nga financuesit kryesor të reformës në drejtësi, është një shtet që ka mbajtur qëndrim konsistent për rolin e organeve të reja të drejtësisë. Nuk jam ndjeni nëse janë të informuar mjaftueshëm për gjithë këto ngërçet që ndodhin këtu tek ne apo situatën. Nuk besoj se Rama ka shkuar drejt një përplasje me Gjermaninë, por për aq kohë në dashuri nuk është. Unë besoj se Rama ka një veti të tillë që i ka zgjatur atë qëndrimin pushtet edhe i ka shtuar, si thuaç, atë suksesi për sa mund t'ia njohë si sukses. Ka një veti që është i gatshëm t'i nënshtrohet çdo ndërkombëtar i të mundshëm, me përjashtim këtyre vendeve të rajonit
Malizi, Kosovë, Maqedoni që na rrethojnë, është i gatshëm t'i nënshtrohet në çdo moment edhe t'i japi çfarë të kërkojnë ata. Në rastin e Gjermanisë, unë mendoj që nuk ka ndonjë përplasje konkrete dhe nuk ka ndonjë gjë për t'u shqetësuar, për aq kohë sa ne kemi parë në Shqipëri Shqipërinë e Ramës kanë filluar të vizitojnë kancelarët gjerman dhe nga ana tjetër edhe ne kemi raporte të mira dhe kemi me sa di unë për shembull edhe konferenca me NIO-t e gjitha me radhë nuk ka marrë dhe i kritik në një zyrtar shqiptar ballë për ballë nga profesuesit gjerman. Më mirë PR-in e diplomacisë së Edi Ramës nuk e bënte kush me këtë që the ti. Megjithatë. Po tani nëse do flasim për përplasje, më thuaj konkretisht pse është përplasur, që të them tani thashë themet që thonë se Gjermania është shumë e shqetësuar për rastin e Ballukut, unë e kam gjuar, po unë nuk ta them dot se ka thënë Gjermania këtë. Tani unë shoh këtë që më thoni ju dhe këtë që thot ai kolegu jon që thot s'na tregon dot korrupsionin. Po, Gjermania është vendi më i korruptuar, po, është vendi më racist në Europë, këtë e dim. Ka shifrat e korrupsionit ka shumë të larta. Është Gjermania, është Italia. Edhe ti si baton axhiu mo. Po tash këtë ta thot indeksi, ta them unë, nuk po them që Gjermania. Tani e kuptova unë. Do të thënë kjo është kështu kolektive pasaj. Nuk është kolektive, por seriozisht e keni Gjermania vendi korruptuar. Çfarë thua? Them sepse s'mendoj. Çfarë thua? Pse nuk e dini ju që Gjermani, Belgjik, Italia janë vendet më të korruptuara në Bashkimin Evropian? Mos e fut Shqipërinë këtu, sepse nuk matemi dot pastaj me asnjë. Këtë nuk e dini ju që Spanja është ka nivel të korrupsioni. Që nga virusi i batonit ti, unë e dia ishull atë. Nuk ta akuzova Gjermaninë, nuk po them, po desha ta them te këtë. Unë nuk ndaj këtë mendim se nuk është element për t'u thënë. Nuk kam arsye unë pse ta njollos Gjermaninë. Kur e ke takuar për herë të fundit baton axhiun? As e kam takuar asnjëherë. Po si ka mundësi të ka zënë që nga në ajër virusi i batonit pastaj? Nuk, tash ose po kuptohemi, ose do më nxjerrësh mua nervat që keme edhe inatet që keme batonin. Unë po ta them inatet me batonin? Po. Në Bashkimin Evropian. Jo, për deklaratën, jo personale, jo, po për deklaratën fjalë, ato pakënaqësinë që kem, do po më nxjerrësh mua. Unë kam qesh me lot me deklaratë, po. Unë nuk e them këtë gjën për asnjë shtet, sepse unë nuk jam këtu për të vënë paralelizëm. Ne e dim që çdo vend në botë mund të jetë më i korruptuar se Shqipëria për shkak se prodhon më shumë para. Nëse këtu korrupsioni bëhet me 100 euro, me 500 euro, me 1 milion euro, bota që ka më shumë para mund ta bëjë me 100 milion euro. Unë se ti nuk vjen të shihim parazi dhe as krahasimi. Ardit, kam një pyetje të tillë. Partia Demokratike kërkon qeveri teknike, por lajmi është që në kancelarit diplomatike në Evropë është diskutuar dhe një lloj ideje për zgjedhjet parakohshme, por zoti Rama pikërisht në këtë moment përdori një valvë shkarkimi atë ndërrimit të shkarkimit të zonës Ballukut dhe të ndërrimit të disa ministrave. A është opcion tani versioni i zgjedhjeve të reja ose ti një qeverie teknike? Ky është problemi në Shqipëri që opozita nuk kërkon zgjedhje të reja, nuk kërkon zgjedhje të parakohshme, kërkon qeveri teknike dhe kur thot qeveri teknike ka parasysh që t'i caktoj ajo ministrat e saj, nuk ka parasysh që t'jenë ditë teknik, pra t'jenë njerëz pa njohur apo që vinë nga fushat ndryshme, por që t'jenë njerëz që t'i emëroj ajo dhe t'i propozoj ajo. Në konceptin e qeverisë teknike që kërkon opozita me çfarë kuptoj unë, do të thotë që shumicën e qeverisë ta ketë Partia Demokratike dhe pastaj t'u jepet gjithë partive parlamentare ndoshta, përveç edhe Partisë Socialiste, po të tjerëve nga një ministër ose nga çfarë mund të ofrojnë. Arsyeja pse kërkon Partia Demokratike këtë është shumë e thjeshtë, sepse kanë eksperiencën e vitit 2017 marrëveshjes Basha-Rama. Dhe një llogari e thjeshtë që bëjnë atje në Selim Blu është thotë kur e bëri me Bashën kështu, pse mos ta bëjmë me Berishën. Pra, kur ja dha Bashës pa ngatishmërinë e Ramës, din ato formulën e Ramës që Basha i kërkoi 5, ai i dha 15, i tha merri edhe këto të tjera, nuk i dua. Kështu që në këtë kuptim ata kanë këtë koncept dhe këtë vizion për qeveri teknike. A duhet, a është e nevojshme? Qeveria teknike
duhet minimalisht krijohet në kushtet e një krize shumë të madhe të ekzistencës së vetë mazhorancës, jo të ekzistencës të opozitës. Pra, nëse mazhoranca është në fije të perit, apo nëse ka ose nëse sondazhet apo zgjedhjet e fundit elektorale para zgjedhjeve të përgjithshme e kanë çuar opozitën në shifrat e mazhorancës, apo e kanë ndarë 50 me 50 peshën politike në vend. Por ne tani shohim, tani unë s'po t'i citoj sondazhet se prap janë diskutueshme, ato që i zhvillojnë kohët e fundit, por prap ne shohim që kemi një opozitë që nuk është rritur as në leadership, as në pjesëmarrje në tubime, dhe unë këtë e them sepse është mund ta paraqisim një miting ne sigurisht e masiv ose madhështor ose kishte pjesëmarrje shumë të madhe, por nuk është habi që një parti që ka 350.000 vota të mbledhë 3.500 veta apo 35.000 veta në shesh. Madhështia e opozitës do dukej nëse këto njerëz do t'i mblidhen në përrethë, nëse do kishte një frym në çdo qytet, nëse do kuptonte që Shqipëria nuk është Tirana, nuk është vetëm Tirana Shqipëria, janë edhe 60 bashki tjera që kanë problematika, kanë situata, që kanë demokrat, apo kanë dhe qytetarë të pakënaqur. Kështu që unë besoj që PD-ja vetëm e kërkon qeverinë teknike sa për të përfshirë në një proces dhe për të ngritur ato pikët e saj para mbështetësve, por nuk besoj se do t'i shërbente, sepse edhe kur e patën qeverinë teknike, prap akuzuan se këto xhaj kishin blerë zgjedhjet para se do bënte qeveria teknike, i kishin nxjerr parat, pra pastaj kur u shkëputën nga Basha nxorën teori tjetër që nuk i bleu, po ja dha Basha se ishte tradhtari i Partisë Demokratike. Në këtë kontekst, Ardit, zoti Rama dhe majoranca do t'ja heqi mandatin, do të pranojë kërkesën e SPAK zonjës Balluku? Imunitetin, jo mandatin? Unë besoj diçka që nuk e dija jemi sakt në llogaritje, Rama ka kërkuar 2 javë kohë të njihet me raportin e Këshillit Mandateve. Ja, ajo është ironike se raporti i Këshillit Mandateve nuk është shkruar pa lejen e Ramës. Tani po pikërisht pra që ta kuptojmë, ka kërkuar 2 javë kohë sepse pikërisht mbas 2 javësh skadon afati i kërkesës SPAK-ut për heqjen e imunitetit dhe arrestin e zonjës Balluku. Pra bëhen fiks 3 muaj nga data 16 mars. Bëhen fiks 3 muaj nga kërkesa, bie kërkesa, dhe besoj që në këto kushte ndoshta janë duke negociuar qoftë edhe përmes presionit publik që është bërë SPAK-ut apo presionit me ndryshime nenesh edhe me ndryshime ligjesh edhe me ndërhyrje reforma drejtësi qoftë edhe në rrugë tjera, besoj se janë negociata për ta zbutur masën e sigurisë ndaj zonjës Balluku. Nuk besoj se ka ndonjë gjë të palishme në këtë mes, sepse pam edhe atë eskalimin e masës sigurisë SPAK-ut që kaloi nga pezullimi ka arresti. Do të thotë ti thua që majoranca e jep apo se e jep lejen? Unë them që në momentin që majoranca shprehet për Ballukun dhe e jep apo se jep lejen nuk ka rëndësi, ka rënë kërkesa e SPAK-ut. Ka skaduar afati, u bën 3 muaj. Atë ditë që do marrin Rama me 16 dhjetor me 16 mars, apo 16 nëntor me 16 mars. Pra bëhet 3 muaj fiks. Në atë moment Ramës SPAK-u do vi me një kërkesë të re. Në moment. Historia ka dy mundësi. Freno pak një herë. Tani deri në datën 16 ka kohë marrë se i thonë edhe gjysmë muaj. Majoranca mund ta shqyrtoj këtë. Deri në datën 16 apo 13 se nuk ka rëndësi, me vërtet ka kohë, po nuk ka kohë sa të bëhet raporti që donte 2 javë ta lexonte. Që nga teknikë, që nga taktik. Po këtë pra po them që ai ka kërkuar që majoranca do djeg afatin. Po pikërisht pra do digjet afati i kërkesës SPAK-ut me shpresë që SPAK-u duke u joshur nga pezullimi nga detyra dhe nga lufta edhe nga kjo përplasje rrethje, do të riqet nga kërkesa e arrestit, do kënaqet me pezullimin, do kënaqet edhe me pasaportën, apo mund propozoj edhe masa më të lehta detyrim paraqitje, arrest shtëpie dhe çfarë janë këto që janë më të kënaqshme deri diku për majorancën. Do të kjo i bie që taktikisht djeg kërkesën e SPAK-ut.
Po sigurisht, edhe Spaku vetë taktikisht me taktika edhe taktikisht është sjellur me mazhorancën, sepse i çoi një kërkesë për pezullim, pastaj për hakmarrje, meqense ti e ankimove pezullimin, po ta sjell edhe për arrestin, ty ti je brenda. Tash edhe kjo s'ka kuptim. Ardit, jemi drejt fundit, edhe pse me 83 mandate, pra një super majorancë, shumë e brish duket kjo super majorancë. Për aq kohë sa vendimet e grupit socialist nuk kanë zhgënjur asnjëherë, nuk besoj se është e prisht. Në fund ditës, si të thuash, ajo politika madhe luhet në parlament dhe nuk kam parë që doj askush, ne ishim mësuar më përpara deri të paktën deri në 2017 që kishte largime edhe nga Partia Socialiste, nga grupi parlamentar që shkonin drejt LSI-s. Me shkrirjen e LSI-s dhe me polarizimin e politikës në dy kampe PD-PS, duket sikur edhe të paknaqur nuk kanë ku shkojnë më, edhe janë detyruar të binden, si thuash, vendimeve të grupit. Tani e prish në kuptimin, unë shoh që janë në zgjedhje janë fitimtar. Shoh që në qendrimet publike janë të unifikuar, shoh që në votim në parlament janë të unifikuar. Po, reparti ushtarak fare. Po, pikërisht është ajo që si çdo donte çdo vend demokratik ta kishte partinë e tij. Nuk besoj se ka ndonjë vend demokratik që kryetari do rrëmuj dhe kaos në parti. Okej, jo, këtë e ka arritur, madje ka kaluar Partia Socialiste, ka kaluar çdo gjë. Për ta mbyllur fare se do të me të vërtet, jo, ka qenë një bisedë shtëruese, nuk kemi lënë gjë. Ti beson që në 2027 deri në 2030, pra 2027 mbarojnë procedurat formale dhe në 2030 Shqipëria do të anëtarësohet në BE? Unë shpresoj që po. Nuk e lidh dot me besimin tim, varet nga shumë element. Unë nuk besoj se ndërhyrja, për shembull ka një teori që ndërhyrjet që do të bëjnë mazhoranca apo bashkë me opozitën në kode, në ligje, në rregulla, në institucione, mund t'ja rrezikojnë Shqipërisë anëtarësimin. Nuk besoj se Rama do ta sakrifikonte anëtarësimin për të shpëtuar një individ vetëm apo dy individ nga drejtësia, sepse Rama po qëndron politik me një plan akoma dhe më afatgjatë. Për Ramën politika nis pikërisht në vitin 2027 ose 2030. Qëllimi i tij ka qenë të ishte kryeministri ose presidenti i një vendi antar të Bashkimit Evropian. Se zoti Rama bëhet president mbasi të ikit si kryeministri, duke thënë? Unë besoj se patjetër që ambicia e tij është të jetë drejtues i lartë i shtetit shqiptar në Bashkimin Evropian, si antar i Bashkimit Evropian. Ambicia personale flas. Se ti thej që edhe do bëj dhe Hashim Thaqin president që të shpëtoj nga akuzat. Unë e kam thënë duke pas parasysh ato që kam dëgjuar dhe që më është dukur tezë bind se nuk ka asnjë çudi kur bëri Gent Cakën ministër të jashtëm, edhe o bëhet ky Orash Evdiqa, edhe e mbante me dhunë atje dhe nuk e dekretote presidenti, edhe ky nuk e lëshonte pse mos bëj Hashim Thaqin që e ka mike, vlla e shokët që janë ato që i thotë. Okej, tani për ta mbyllur fare Ardit, dua një koment për gjithçka që po ndodh në lindjen e mesme. Sulmi i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit dhe tani Irani që ka marrë disa shëbaja në koordinim me Izraelin, ka marrë disa sulme tjera dhe aty është bërë si një mini luftë botërore tani. Po, e vërtet, sepse gjithë vendet që rrethojnë Iranin, kryesisht Kuvaiti, Katari, kanë bazat amerikane dhe të perëndimore, dhe Irani nga ana tjetër ka deklaruar, ka taktik të tillë këtë që sulmon vendet fqinje. Pra se ne na duket sikur aty nuk i shkon dot raketa der më larg dhe i qellon gabimisht. Ai i qellon dhe i godet qëllimisht shtetet rreth vetes së pari për të krijuar përçarje politike brenda këtyre vendeve, pra për të ngritur tension politik, sepse çdo vend pastaj ka opozitën dhe qeverinë e saj deri diku dhe i godet për t'i thënë që rishikoni pozicionin tuaj pro-amerikan. Është shqetësuese që Irani ka goditur dhe Kipron
ditën e djeshme ka lëshuar raketa drejt Qipros, sepse tregon pastaj që po sulmohet një vend i Bashkimit Evropian dhe kjo është e rrezikshme për përfshirjen edhe të Europës në luftë. Unë shoh pastaj edhe një zhgënjim nga Irani në kuptimin e potencialit ushtarak. Është hera dytë që sulmohet nga Izraeli dhe SBA. Është një zhgënjim sepse ndoshta ka qenë propaganda perëndimore, vetë propaganda e Iranit që ne kanë paraqitur deri më sot si një shtet militarist me armatim bërthamor të jashtëzakonshëm, me kapacitete të larta, rrezik për rajonin, rrezik për botën, dhe pastaj kur vjen puna për balljet luftarake, shoh që ka mungesë efektiviteti në luftime, shoh që ka mungesë arsenali armatimi dhe nuk shoh asnjë lloj kundërpërgjigje të fuqishme edhe të rrezikshme. Ardit, të falenderoj shumë për gjithë të intervistë në 360 gradë, se nuk ishte kështu disa cepca, disa kënde, po 360 gradë. Paktën unë jam një sinqert tek ato që them dhe i besoj. Jo, absolutisht, edhe unë prandaj të qëndrova, ose më saktë ngacmova në disa momente, dhe ti pikërisht për këtë e vlerësoj që ti gjithmonë në emisionin tim jep lajme, analiza, komente, dhe unë prandaj i rikthehem përsëri Ardit Radës nga ato deklarata, për ato deklarata që ti bën në emisionin Degalog, dhe unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve dhe suksese. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, publicitet nga unë Orlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.